Pra tani kem edhe Laura Savo, që është drejtoresh e agjencionit për investime në Shqipëri. Zonja Laura, si e kalu, si e pat summitin, si e përjetut, edhe ishte dhe prezentuese në Zavet. Summiti është dinamik, si gjithmonë, por sa vjen edhe bëhet më i strukturuar dhe na kujton dhe na jep një mesazh të fortë që duhet të jemi sa më strukturuar për të vjelë më të mirën nga diaspora shqiptare. Si e parë në platformën që t'jenë ata investitorët, t'jenë bashkëpunëtorët, t'jenë ata që sjellin know-how-n dhe ekspertizën, ashtu si dhe t'jenë ata ambasadorët më të mirë edhe agjentët ndërkombëtar të investimeve në Shqipëri, kështu që patjetër si shohin si ambasadorët më të mirë të anët në vendet ku ata jetojnë për të sjellë investimet të tjera të huaja në Shqipëri. Kështu që në këtë këndvështrim kemi qenë më të strukturuar për ofertën që kemi kundrejt diasporës dhe si ta fusim në gjirin tonë të udhëtimit biznesor, le themi, në Shqipëri, si t'i bëjmë ata pjesë vitale, si t'i bëjmë ata pjesë zhvillimit ekonomisë të Shqipërisë, edhe si së bashku të rritemi dhe ta çojmë Shqipërinë realisht atje ku duhet edhe ku synon. Pikrisht, deri me tani ka pas shumë iniciativa të tilla. Na tregoni pse ju jeni të veçanta dhe sa keni mundësi me ndihmu drejt për drejt një investor që është interesuar për shembull nga Londra, si i krijoni hapësira, apo çfarë përkrahje i ofroni ju, qoftë në aspektin e dokumentit, qoftë në aspektin e orientimit? Agjencia jonë operon si një one-stop shop. One-stop shop që do të thotë çfarëdo që të nevojitet gjendet në agjencinë tonë. Mjafton që të vini pranë zyrave tona për të gjetur qoftë informacionin që cilat janë prioritetet e qeverisë, cilat është infrastruktura ligjore, cilat janë projektet e gatshme për të investuar, cilat janë mundësitë e bashkëpunimit, cilët janë investitorët shqiptarë që mund të ketë vend për të ndërvepruar me ata jashtë dhe me investitorët e huaj dhe me diasporën. Kështu që çfarëdo lloj informacioni po ashtu dhe aplikimi për sa i përket investimeve në vend, është kjo agjenci e cila merret. Besoj fort dhe jam i bindur që investitorët kur mendojnë për të investuar në një vend, për te i vendit investojnë në sisteme që ka besim. Sisteme cilat i ofrojnë siguri, i ofrojnë parashikueshmëri, i ofrojnë fleksibilitet dhe i ofrojnë një shpejtësi në ndërveprim. Kështu që pikërisht kur ne jemi pjesë e summiteve apo eventeve të ndryshme, duam të përcjellim pikërisht që jemi këtu për t'ju asistuar 360 gradë. Mjafton që të keni idenë, por edhe kur ju mungon një ide, do jemi ne ata që t'ju vendosim në tavolinë një ide shumë të mirë për të investuar në Shqipëri. Më japni një shtet që është faktisht pak më lehtë që ka investuar disa investime, edhe në rast se keni një shembull konkret që është realizuar një investim përmes agjencionit tuaj. Të gjitha investimet e mëdha strategjike në vend bëhen nëpërmjet agjencisë tonë. Prandaj edhe ne operojmë si one stop shop. Është agjencia qeveritare që pikërisht mundëson që të asistojë çfarëdo lloj investitori, qoftë nga ata të vegjël deri tek më strategjikët, ashtu si dhe të suportojnë ndërmarrjet e vogla të mesme shqiptare për të eksportuar. Kështu që shembujt janë shumë se të gjitha të mëdha çfarë kanë në vend, patjetër që kalojnë nëpërmjet agjencisë tonë pikërisht për këtë, që t'ja bëjmë të jetë asistente e qëndërzuar në këtë këndvështrim, kështu që nuk do ndalesha tek një sepse janë të gjitha ato çfarë shikoni investimet e qëndësishme në Shqipëri, patjetër që ne jemi pjesë e procesit. Falenderoj shumë për kohën edhe do vazhdojmë për arsye se ka paraqitje tani. Faleminderit shumë.